Në 30 ditë protesta të zhvilluara përpara kryeministrisë, ambasada amerikane në Tiranë nuk ishte nxjerrë asnjëherë mesazhin e famshëm të alertit. Në të, siç jemi mësuar, ambasada paralajmëron qytetarët amerikanë që ndodhen në Shqipëri të tregojnë kujdes në lëvizjet e tyre kur priten protesta që mund të shoqërohen me episode dhune. Alerti i ambasadës amerikane nuk është një njoftim rutinë që miratohet vetëm nga titullari i selisë diplomatike. Ai është pjesë e një protokolli të veçantë i cili përpara publikimit konsultohet me Departamentin e Shtetit dhe kryqëzohet me informacionet e agjencive të tjera amerikane përfshirë edhe CIA-n. Gjatë gjithë këtyre 35 viteve, sa herë ambasada amerikane ka publikuar një alert të tillë. Në protestat e paralajmëruara ka ndodhur realisht incidente apo episode dhune. Thuajse në asnjë rast nuk ka rezultuar se organizatorët e protestave kanë devijuar nga skenari që pritej. Prandaj pyetja që shtrohet është: çfarë din amerikanët që pikërisht në një ditë pushimi kombëtar për ta, si dita e pavarësisë, kanë zgjedhur të publikojnë një paralajmërim të tillë? Nëse lexohet me kujdes mesazhi, ai nuk i referohet vetëm Tiranës. Aty thuhet se episode dhune mund të ndodhin edhe në qytete të tjera. Madje sipas njoftimit, sinjalet e para janë shfaqur që gjatë protestës së dy korrikut. Ndërkohë për ditën e sotme ka të dhëna se mund të ketë një zinxhir zhvillimesh të ngjashme, jo vetëm përreth kryeministrisë apo bulevardit, por edhe në pika të tjera të kryeqytetit. Përveç amerikanëve, informacione për tensione të mundshme kanë marrë edhe shërbime të vendeve të Bashkimit Evropian, si edhe struktura të sigurisë të vendeve të tjera përfshirë Turqinë dhe Izraelin. Sipas këtyre sinjaleve, ekzistojnë të dhëna për tentativa dhune, madje edhe për përpjekje për të vënë zjarrin komisariateve të policisë në Tiranë, ku ndodhen të shoqëruar ose të arrestuar disa nga protestuesit e ditës së njëjtë. Informacionet ngjashme kanë marrë edhe organet shqiptare të sigurisë. Sipas tyre, priten grumbullime përpara komisariateve të policisë, drejtorisë së policisë së Tiranës dhe godinës së kuvendit. Madje për disa komisariate ka sinjale se mund të ketë tentativa për të hyrë në ambientet e tyre me qëllim lirimin e personave të arrestuar. Sipas të njëjtave burime, në këto grumbullime mund të marrin pjesë edhe gra e tmitur me synimin për ta bërë më të vështirë ndërhyrjen e policisë. Ndërkohë policia, sipas informacioneve, ka marrë udhëzim të shmangë çdo ndërhyrje të panevojshme me forcë dhe çdo provokim ndaj demonstruesve. Madje nuk përjashtohet një skenar i ngjashëm me ngjarjet e 14 shtatorit 1998, ku në disa raste mund të shmanget përplasja direkte për të mos përshkallëzuar situatën. Gjithçka pritet të zhvillohet pas përfundimit të seancave të sigurisë në gjykatën e Tiranës. Edhe aty parashikohen grumbullime dhe kërkesa për lirimin e protestuesve, numri i të cilëve sipas burimeve ka arritur në 19. Nga ana tjetër, sinjale për protesta dhe tensione kanë ardhur edhe nga qytete të tjera si Shkodra, Kurbini, Lezhë dhe Bajramçuri. Në Bajramçuri pritet një protestë kundër ndërtimit të një hidrocentrali, ndërsa paralelisht mund të zhvillohen edhe grumbullime përpara komisariatit të policisë. Sipas këtij skenari, synimi është krijimi i një situate që do ta detyronte policinë të shpërndante forcat në disa pika njëherësh, duke vështirësuar menaxhimin e situatës. Ndërkohë, plani për protestën e mbrëmjes parashikon rrethimin e kryeministrisë, ndërsa si alternativë rezervë përmendet edhe rrethimi i godinës së kuvendit, i cili sipas këtij skenari mund të vazhdojë për disa ditë të paktën deri të hënën pasdite, kur është planifikuar zhvillimi i seancës plenare.